Shkojmë drejt për drejt me kryeministrin Edi Rama, i cili ndodhet në Kuq të Vlorës, aty ku edhe bëri parashikimin e rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit, në të njëjtin lokal që ka bërë dhe parashikimin e vitit 2021. Ku jeni analistët politik? Ku jeni analistët? Po vendosëm pullën e Takojnë që, ha? pullën e dytë. Po, pa tjetër, do bëjmë ato. Ma gjithë. Ku je vla? Si jeni mirë? Qa bëhet, mirë? Lera dhe cigarë, më ga. Lera se s'ketë mirë nga jo. Si jeni? Mirë? Mirë. Qa këtë shumë shëpë me i nada? Jo, po në si të do më shumë, kanë atyre. E ke gjitha do. Vedu dhe të rudhura. Ja. Do bëhet tjetra. E kemi parashikuar. 74, minimum e kemi parashikuar. I kena në kokë. Tani jam kurios ku kemi... Tirana ka qëdu, Na ka qeduar Tirana. Lezhë, Shkodra. Jo, më mirë, le ato, unë po them nga këto minimumet na ka qeduar Tirana që na qeduar për pak vota, na ka qeduar edhe Dibra nga ato që parashikojmë. Jo, Tirana dhe Fieri. Edhe Vlorën e ke vënë nëndë aty. Tirana na ka qeduar Fieri. Edhe Vlorën e ke vënë nëndë. Tirana dhe Dibra, edhe ke Shkodra ke marrë një pa, nejse mirë. Ashtu do. Ha? Jo, do vem më mirë të do na bini në i kafe më. Ha? Apo s'ka kafe? E pi tu? Do pim bashkë. Jo, se keni Jo, se ka. Do pim bashkë. E pim kafe. Do pim bashkë. Me që e keni pi, dhe ju e pita. Ne që e pit na falni, s'po s'kemi ardhur në unes. E kam marrë këtu, ja. Kam marrë këtu se... Katë mërëv në Fieri që do shkojnë Kuq. Po jo, po dhe në fjerë, po dhe atje... Edhe atje kur ishe atje, jo po në thuj, ku të themë, është ekskluzive e Kuqit. E ke dëgjuar kur thonë këta të mediave ekskluzivja, fillohen E the e mbajt e fjallën. Kjo tavolinë e që Po, unë që me, bashkëllon që... Jo, s'kam qënu. Ka pasur tjetër në hotel. Po, me qenë e ka dhe emri ke picena. Ajo lidi spontane, kjo lefuar që bashkë edhe janë estim që Të shi ka arë në hotel Zodit Kuqi. Nga Kuq. Së tyre lumi bardhë, jo është lapërie sertë, ne për tyje.
Je shumë i madh, ja banjo, kismeti jot kë. Ja dhe kismeti jot. Ja dhe kismeti jot. Jo lata, po ne ajo se zgjedh vetëm çfarë ky është kismeti jot, ky është. Faleminderit zoti kryeministër. Mi se keni ardhur në Kuq. Ju në harkun kohor të 5 vjetëve të fundit ju e keni vizituar 3 herë Kuqin. Për punët që kishit nisur dhe për para 4 vjetëve në këtë lokal, pikërisht në këtë vend, në këtë tavolin, ju keni nënshkruar fitoren e Partisë Socialistes, forcës më të madhe që drejton Shqipërinë. Ne i quajmë kontrata e Kuqit. Memorandumi bravo. Më fal edhe një herë. Ne i quajmë memorandumi i Kuqit. Sot përsëri memorandum mirë kuptimi. pas 4 vjetëve që ju vini nderoni fshatin ton që keni ardhur. Si e? Fal, ta këmë që i zonjët se... Suksese! Halal të qoftë! Dhe mbarësia ju ka njekur në nënshkrimin e memorandumit parë. Pa tjetër që kjo do jetë më domethënse, sepse të gjithë njerëzit tani man, jo vetëm këtu në Kuqën Labri, e kanë vlerësuar që vetëm Partia Socialiste me ju në krye është forca që në 2030 në pavarësisht... Jo, ma kam vlerësuar dhe gjë tjetër, vetëm në Kuq, nga Kuqi mund të marrin vesh në gjë se nga media të skuptojnë gjë fare. Hajde për të mira. Ju keni pasur një noter të zotin radhën e parë, jo si Latifin e Bufit, dhe kështu do të keni prapë edhe sot. Inderuar, Kemi nga preguar. urojmë gjithë mirat. Hajde, Radhe për e fëtove basi se la 73-74 pas ku unë. Jo, e fëtove shumë me të ato. Tani t'ju them dy fjalë unë përpara sa të bëjmë të, po nuk të lënë ata unë të lënë na morën përpara. Ua, ai që më pa me inat, po çka ke me mua më? Ja, e shikoni vetëm që çka ka ai me mua më? Thuaj që thuaj. Ore çka ke me mua ti më? Ore me inat shumë e ke sot me mua. Kemi histori të vjetra. Jo, 2 gjëra kisha. E para ishte kënaqësi e madhe të vije nga kjo rruga në atë luginën, bukurie e madhe. Edhe e dyta më vjen shumë mirë që fjalën e dhash edhe ja qendra po bëhet. Edhe